Në bazë të memorandumit të nënshkruar më 25 qershor të këtij viti ndërmjet UNICEF-it dhe komunës së Gostivarit, sot u bë hapja e qerdhes për fëmijë në shkollën fillore periferike Bashkimi në lagjen Tullana. Përurimi i qerdhes u bë nga kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Beta dhe zëvendës shefe e UNICEF-it Rajam Sefer Beranda dhe drejtori i shkollës fillore Bashkimi në Gostivar Mersel Sadiku. Na si komunë, si udhëheqësi, si administrat, do të angazhohemi që edhe në të ardhmen të hapim qerdhe për fëmijë që ndjekin mësimin në moshën e reje të tyre, në moshën 3 deri në 6 vjeçare, dhe na i kemi kushtuar rëndësi të veçantë edukimit të fëmijëve në përshkolla, kemi investuar shumë si në parashkollore, si në ngritjen e qerdheve, në shkolla fillore, në shkollat e mesme, do të vazhdojmë se këtë e bëjmë në të mirën e shoqërisë që na i takojmë. Fëmijët të cilët ndjekin programe kualitative parashkollore arrin suksese më të mira në shkollën fillore dhe kanë gjasa më të mira për sukses më pas në jetë, deklaroi Rajam Sefer Beranda, zëvendës shefja UNICEF-it, duke shtuar më tej se qendrat për zhvillim të hershëm fëmijëror janë forma më e lëvërdishme për t'ju ofruar një mundësi të këtillë të gjithë fëmijëve. I think, as Mr. Mayor said, this is an excellent... I falenderojmë përfaqësuesve të komunës për mbështetjen e dhënë në hapjen e kësaj qendre për edukim të hershëm dhe shpresojmë se kjo qendër më tej do të jetë e suksesshme në realizimin e qëllimeve për edukim të fëmijëve qysh në moshën parashkollore. Statistikat dhe të dhëna statistikore kanë vërtetuar se në rastet kur fëmijët janë të kyçur në edukimin e hershëm parashkollor, gjithnjë ata fëmijë kanë dëshmuar rezultate dhe suksese më të mira gjatë edukimit të tyre të rregullt. Ne i inkurajojmë komunat që të vazhdojnë me këtë tempo që të hapin qendra për edukim të hershëm në çdo mjedis ku deri tash ka munguar një gjë e tillë. Aktualisht në qendrën e re për zhvillim të hershëm fëmijëror në Tullana, mësimin e ndjekin vetëm 27 fëmijë, por ka ende vende të lira për të regjistruar fëmijë nga këto lagje. Drejtori i shkollës fillore Bashkimi Mersel Sadiku apeloi deri te prindërit që sa më parë t'i dërgojnë fëmijët e tyre në këtë qendër, sepse kjo ndihmon që fëmijët të edukohen dhe zhvillohen edhe më shumë. Projektet tona vazhdojnë dhe sot po kurorëzojmë pra bashkëpunimin midis komunës së Gostivarit dhe qendrës së UNICEF-it. Ky projekt është në kuadër të bashkëpunimit, do me thënë fillimisht kemi pas hapjen e një projekti të tillë në fshatin Debresh. Shfrytëzoj prezencën tuaj që t'i apeloj banorët e lagjes së Tullanës dhe Fazaneris që t'i shfrytëzojnë kushtet e mira që ua kemi krijuar, që t'i regjistrojnë fëmijët dhe të vazhdojnë me përgatitjet e tyre që t'jenë të gatshëm për zhvillimin e shkollimit prej klasës së parë. Nxënësit e shkollës fillore Bashkimi në bashkëpunim me mësimdhënësit e kësaj shkolle, në nder të mysafirëve kishin përgatitur një program artistik. Qendra në lagjen Tullana hapet si pjesë e iniciativës ndërmjet disa vendeve për arsim inkluziv të romëve, financuar nga qeveria e Austrisë. Nëpërmjet këtij memorandumi të nënshkruar në qershor të këtij viti, u mundsua edhe hapja e qendrës për zhvillim të hershëm të fëmijëve e vendosur në shkollën fillore Faik Konica në fshatin Debresh. Në këto dy qendra do të kenë mundësi të ndjekin mësimin parashkollor rreth 200 fëmijë nga mosha 3 deri 6 vjeçare.